Akti seksual është niveli më i lartë i shkëmbimit të energjisë në mes dy njerëzve. Dhe nëse ky akt bëhet ashtu si duhet, dhe kur them ashtu si duhet, meditimin e kemi shembull. Ajo që vlen për meditimin, teknikat e frymëmarrjes, përkushtimi, relaksimi, niveli maksimal i ndjesisë gjatë të prekurit, të ndjerit e të rrahurave të zemrës, të vetes dhe të tjetrit, kalon në një nivel të pregatitjes për atë shkëmbimin e formës më të lartë të energjisë në mes dy njerëzve. Dhe çdo akt seksual, nëse bëhet si duhet, përfundon me një transcendencë, me një gjendje pa mendje. Kur ndodh orgazma, ne kalojmë në një nivel ku nuk ka mendje, dhe ai dimensioni ku nuk ka mendje është dimension hinor. Nëpërmjet çdo akti seksual ne transformohemi. Por tu ka diçka tjetër. Kujdes, sepse ne marrëm dhe japëm energji, pra ndodh shkëmbimi i energjisë, në veçanti gjinia femrore. Merë shumë më tepër energji nga mashkulli. Çfarë energji e merë? I merë eksperiencat e tij, zhgënjimet, traumat, gjërat që ka bërë, energji që ka kumuluar nëse ka fletur me femra të tjera, të gjitha. Dhe femra, tani janë hulumtimet e fundit nga viti i kaluar, i mban ato energji deri në 7 vite në ADN-ën e saj. Kështu që femra merë 2/3 e traumave nga mashkulli në sistemin e saj, nga të cilat pastaj edhe nuk e ka lehtë që të shërohet, që t'i largoj nga vetja, ndërsa mashkulli merë 1/3 e traumave të femrës. Kështu që kish shkëmbim i energjisë ka edhe pasoja të cilat mund të jenë të dëmshme, sepse ne marrëm nga njëri tjetrit.